Ne jemi në një kaos total të një sektori shumë të rëndësishëm që është ai sigurisë ushqimore. Dhe zinxhiri i sigurisë ushqimore, patjetër që pikën fundore ka vaksinimin, po themi, të kafshëve apo të tufave masive apo të fermave të ndryshme, por nuk mendoj se ndalet vetëm në këtë pikë. Patjetër që kjo është shumë e rëndësishme, por sektori i sigurisë ushqimore është në një urgjencë kombëtare, do ta konsideroja, dhe kjo urgjencë kombëtare kërkon ndërhyrje të thellë konceptuale së pari, dhe unë mendoj që është koha që këtë sektor, këtë institucion, këtë autoritet, do thosha, ta kalojmë nën përgjegjësi të Ministrisë së Shëndetësisë për të kuptuar rëndësinë që ka ky sektor. Rëndësia e sigurisë ushqimore, dhe kjo nuk është thjesht çështje konceptuale se ku do të kaloj ke cila ministri e linjës, por përgjegjësia që kanë autoritetet shëndetësore, mendoj është e një garanci më shumë që disa standarde duhet t'i ofrojnë qytetarëve me përgjegjësi maksimale. Dhe kjo nuk varet vetëm nga vaksinimi apo jo i tufave, nuk duhet më saktë varet nga përgjegjësia e një fermeri të caktuar, por duhet të jenë autoritetet ato që drejtojnë procese kaq të rëndësishme për të garantuar cilësinë e jetës së qytetarëve në një proces i cili fillon në mënyrë zinxhir. Ky hall, pra, e ka bërë apo se ka bërë vaksinën një fermë e vogël, mund të na kthehet në një pasojë të madhe për një komunitet të vogël, i cili më pas mund të reflektohet në një komunitet më të gjerë, pra nga një fshat mund të infektoj, po themi, një bashki të tërë dhe më pas mund të infektoj rajon të tërë. Dhe kjo do të përkthehet në kosto shëndetësore, pasi të gjithë ta qytetarë kërkojnë trajtime mjekësore, ulin efektivitetin e tyre në punë dhe mund të kenë ndërlikime kronike të patologjive që ata mund të manifestojnë për një kohë të gjatë apo për një kohë edhe më të gjatë nëse bashkëshoqërohen me sëmundjet e tyre kronike të cilat mund t'i kenë. Të gjitha këto, pra, janë elemente të cilët janë një alarm, do thosha, këmban alarmi për të segmentuar përgjegjësinë e sektorëve, institucioneve, investitorëve, drejtuesve teknik të cilët ofrojnë në të tërë sektorët e procesit të sigurisë ushqimore.